të tjera promocionale. Është e jashtëzakonshme kur një nënë dhe dy vajza dhe këndojnë, një nënë profesoresh, këngë të bukura, bashkëpunime, gjëra interesante, por që ti shohim e bashkëbisedojmë, e të ndjejmë, le t'i ftojmë në skenë. Zonë e Zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zonja e nderuar, Bedrie Beka, Liana dhe Enuara. Hajde, profesoresh. E kujt për i bjen aty në mes. E shikoj qelin me fluturue, oj Kosovë sa shumë të dua, bile fluturua. Është një artist i madh që ka bo këtë këngë në Australi. A din kush e ka bo? Mirë, kur të flasim, profesoresh mirë se erdhët. Mirë se ju gjej. Si e profesoresh? Mirë, faleminderit. Lëndën e? A mësim klasor? Art muzikor. Art muzikor? Të lutëm. Në të një shkollë? Me bazë janë në shkollën, do me thonë, fillore, Bislimi Meri në Këqisht Madh, kurse me plotësim norme janë në gjimnazin Frak Bardi edhe shkollën Shemse Ahmeti. Frak Do me thonë në 3 shkolla. Në 3 shkolla. E mëso shumë t'i gjej vetën në gjimnaz, shkollëve të fundit. Sigurisht, vendosu aty, shtu në... Të këqyrin, e lojmë kohës. Art muzikora? Po. Kem baru akademin këtu? Po, kam baru do me thonë akademin e arteve. Drejtim pedagogjika? Dega muzik, drejtimin pedagogjie për gjeshme muzikore. Do me thonë arsin punoj që 16 vite. 16 vite? Po. Sa 2 vjeqare janë nise me punu? 3 e gjys. 3 e gjys. Artin, muziken, edhe ke studiu, e ki pedigre kështu, diqka familjare, trashëgimi, apo ishte dëshire hershme që e realizove? Po, trashëgimi gjithëqysh, nga ona e babit më shumë. Trashëgimi, talent, aty do me thonë ka rrjedh gjithçka edhe ka lindë në familje, edhe ondër e ka mëqme që muzika mos me qenë vetëm profesioni imi, po me fillu me konë do me thonë edhe hobby imi, edhe thjesht me umor ma gjënsisht me muzikën, të cilën profesion e kumë bo, do me thonë shumë a heret, po me fillu me pos kongë, kovere, sane, kumë fillu tek ma vonë, mas krimit familje, se mas do procedura që kumë dosh me ndjek. Do faza tjetës që me ardhi ditë për me realizu dhe atë dëshiren. Po diçka e bukur, shumë e veçantë, kam nga me të 2 vajzat e menduar, kush e mendoj këte? Faktikisht, në thash ma heret që profesionin e kom zhvillu që sa vite, po gjithmonë e kom pas një farë brenge me fillu edhe me këndu. Me qenë se e morë se e vogël në për ansamble qytetit, në për aktivitetet, në për shkollës sane. Në Mitrovic, sa në Vushtri? Në Mitrovic. Po. Mandej, thjesht u konsultu me kompozitorin që i punoj kongë të aj Vedat Lushtakun të cilin e përshëndes. Po edhe me të u konsultu dhe i mora dhe vojzat atë, këto këndojshin bashkë me mu, edhe a i tha Bedrie, tha edhe vojzat, tha pas kanë shumë talent. Hajde ta bëjmë. Edhe ide e ti fillimisht, s'po provojna diçka nona me bijat. Hajde një trio. Po, mandej Dona Selmoni ka punu tekstin e këngës nëna me bijat, një tekst shumë i mirë, një tekst që e kena ndik shto, ma mërmenja që një tekst që ka prejk shumë zemrat nonave, të bijave, kështu me radhë. Edhe thjesht, e banëm një klip, nuk mu dok që punum shumë në atë klip, po eci hatë aqë mirë sa dyqysh në jepë një farë shtytje me thonë, hajde nuk po nalim edhe po eci. Mandej fillu me në thirë në për intervista, në për platforma, hecke shumë mirë, me viewsa, me klikime, kështu me radhë. Do më thonë, ja ka vlejt ajo ndra që e ke prit, po e ke bërë një dit. Po, e kom prit, e kom dit që kom e boj, e kom prit, tash e kom një dilem tjetër se s'po dia me vazhdu vojzat, a me vazhduan, a me vazhdu trijat. Të trijat? Po, kam gjitha këngë, kam të kërin, kam kovere, e kam një kongë me Nagjie Bytyqin. Bukur shumë. Po, kena bo paralelisht, her bashkë me vojzat, her vetmas, her jo kun kushtu do me thonë këtyne. Së normal muzika është e kushtushme, mante është një treg kogja jeger po mdoket, shto që po mundohem paralelisht shto me hecrijat.
Po burrin, e kështi edhe burrin me knu, se edhe ai në arsema, po. Po, ama ai më ka shtimu me kënu. Ai të ka shti. Shako pak. A dëgjën? Shako A ka të dëgjuarit mirë? Po, edhe... A ka vesh muzikor? është interesante se thot prej që jemi martu, thot kam fillu edhe unë me dosht muzikën, lëshon muzik, nashta për një men në shpinë tonë ka shpesh muzik, ka volle, ka kon, ka... Po, zakonisht flitet kështu se apo të kënon gruja në vesh, apo të kënon gruja në vesh, ti bilem i ke knu, tamam. Po, unë i kom knu tamam, ama i kom knu mirë. Edhe s'muna me thonë nashta që ka talent këtë drejtem, po... Muna me falenderu për pjesë tjera, sepse unë jam nane 3 fëmijëve, edhe shoku jëmë do me thonë ka pos rolin kryesor që kom vazhduan me këndu. Gjithmonë unë ka thonë hajde, sepse në për festat e shkollës, kur jam prezentu dikon, në për kolektiv sane, gjithmonë unë kam thonë pse pelen me qikaq. Edhe shoku, sepse ne punojna një kolektiv, do me thonë jemi kolegat, gjithë unë ka thonë pse, kështu që... Ku njohet? Atë. Atë në shkolla? Po. Sa bukur shkolla, përveç që jep dije, njeh edhe qiftet, njihen, bashkohen, i bajnë trefisi drita, ju japin mësim aty në fëmijëve, se ishte e bukur. Cilës i jep mësim nga këtë të dy? Vajzës e nuarës. E nuarës i jep mësim, ha? Në klasë 7 kanë art muzikor. A është mësues e vështirë? Mbaje mikrofonin. Jo, nuk është e vështirë. A nuk është e vështirë? Mirë, a konsultohesh ke shtëpia me mamin kështu për një problem mësimore, kam fjallën? Po, jo veç mësimor, po edhe dhe me thonë nëjë problem jetësor, një konsult me prind e bën ato ma të miren, edhe përveç se foljon për veshje, për mësim, këta gjithmonë më kanë shty për para që unë me më rrisët ku jam, edhe unë i falenderoj shumë që këta dhe me thonë me mundin e tyre, të na ngrisin neve dhe dhe me thonë të na shojnë neve më lartë se vetën e tyre. Në të në klasi? Të 7-ën. Jëmë duke e përfundu. Del këtu drejtë e emisionin e unë. Sa mirë je! Një konsult me prind e bën më të mira. Sa bukur e ke thonë. Dhe të dëgjojnë, jo vetëm klasa 7, kej klasët. Sa bukur e ke thonë Anuara. Faleminderit. Dhe cila muzikë pëlqen më shumë? Se tash edhe këto zhandre të reja, hip-hop, R&B, diqka? Mu më pëlqejnë ma shumë muzikat ma ritmike. Ma ritmike, popullore. E ka imponu mami? Po, sepse... Krejt shpisja u fa s'ka imponu. Tash vesh në emisionin tjetër ka marrë dhe babi me ne kam. E babi i jep mësim? Lianës. Liana që në klasën? Në klasën e 3. Në klasën e 3. Po sa këngë të bukur e ke atë, ajo është këngë shumë e bukur që e ka bërë Zotri Mengjiçi që jeton në Australi. E ka bërë si duket kur ka vujt mos shumë ti për Kosovën, se shumë largë, në ditët e vështira, diku 93, 94, edhe unë e kam këtë duat këngë, është këngë shumë e bukur, ha? Të ka pëlqyja? Po shumë. E shikoj qelin, me fluturua, oj Kosovë sa shumë, ama shumë e do në Kosovë në Mitrovicën të ashtë. Të dyat. A? Të dyat. Se pa u faru dje me qika. Jo nuk ndahat Mitrovica, a? E pa bukur shumë. Kur fillove me kënu? Unë kom fillu në moshën 7 vjeqore. 7 vjeqare? Po. Ja nisë ti? Po, ku nuk këngën mos e prej kushtorin tim. Mos e prej kushtorin tim! Njëshëm. Kasi, kur të pëlqen një këngë edhe donë me këndu, bisedon me mamin, a? Po. I thu, du ta bëjmë kështu? Po, gjithmonë. Kush këndon në për shtëpi më shumë? Mami, babi, a... Po thuj, ku i le bash mami edhe babi? Na të dyja këndoj më shumë. S'po di nashta unë... Nuk e di nashta mami ose unë. Ka babi, në kultivirën babi? Po. Ma i mirë, thuj? Ma i mirë. Ma i mirë në këtë botë, ha? A është mësues i ashpër? Ja. Jo, nuk është i ashpër. Nuk është i vështirë, pa kërkon shumë? Se në lënda je babi? E jep gjushqipe, matematikë... Gjushqipe, mësues klasor është, ha? Po. A krejt lëndë babi, ha? A konsultosh të shpia të babi s'po mu i këtë dëtyrë me base?
Po, Po, ha? kur kam vështirësi për detyra. Të ndihmon, ha? Po, bukur shumë. Tashi, trio do të bëni këngë të tjera, profesoresh? Me kismet. A shumë po pëlqen me thonë profesoresh se Bedria. A si artiste du të Bedrije me të thonë se Gjithsesi. që ajo t'identifikonë, që ajo emër. Po. Sakt. Me kanë jeni të bashkëpunu më shumë, nga kompozitorët, e kështu. Kompozitorët, po, tregova Vedat Lyshtakun, se kom dru heq, me to kom fillu, do me thonë, ka heq mirë, e Dona Selmonin, do me thonë, a i ban tekstet, kështu që me ta, njerë për njerë, po së të thot që... Po vetë ke provu me shkru tekst? Po, amas nuk më ka duk që më heq shumë mirë, po. Jo, po, bashkëshorti, burri, ka provu një herë me shkru, ja, s'ka thonë për shkruj. Jo. Nuk e keni lodhë për atë... Jo. Për atë që... E Nuara, edhe ti ke fillu kështu, si trashëgimi ka mami. E vlau s'po këndon? Edhe ai ka një herë, rap ma shumë. Ka veta i ka mami një hitë kaj e... Po, bukur shumë. Ishte knasi që kisha musafir. Gjithashtu faleminderit shumë. Jo sigurisht edhe në vazhdimsi pretendoni me ba dhe këngë të reja dhe tekste të reja dhe... Shpresojmë. Por ajo që e pam ishte jashtëzakonisht bukur edhe vazhdoni. E bukur është se kënga sjell mirësi, sjell gëzim, sjell asnjëherë thojnë ata që këndojnë s'mendojnë keq edhe bukur shumë. E bëni këngë në mbrëmje kështu kur mblidheni? Po, shumë shpesh. E bëni shpesh, ha? Unë më duket ato e kam traditë prej babit, prej familjes kur kam qenë e vogël, sepse unë, do më thonë, jam lindë dhe jam rritë nga një familje patriotike. Që është? Cili është baba juaj? Ahmet Beka është juristi diplomuar, nga fshati Gushaz, do më thonë, pjesa veriore e Mitrovicës anej. Edhe gjithmonë jemi rritë me... Shanena ju për të lumit dhe mihria dhe ju dhe kështu... Po, me temat e okupimit e vujtje, do më thonë që na u kanë shkaktu para luftës, nështë që kjo na ka shty që në përmbromje, do më thonë me këndu, kongë patriotike, kongë me qiftelia, kështu me rodë, edhe është interesante që në këtu më flanë zemra ma shumë, edhe pse në akademi kemi mësu muzikë klasike, një krejt zhondre tash e i shpjegoj zhondre tjera, po të kjo më flanë zemra ma shumë. E kemi dëgju këngën prej Lianës, e shikoj qiellin me fluturua, oj Kosovë, sa shumë të vdua, sa bukur, kjo duhet përsëritet në mbrëmjen, në mëngjes, se duhet ta dung këtë vend, të dhej për cilin kemi bo shumë që ka thënë jetën, edhe të falenderojmë nga zemra, e tash po javlom skenën që ta dëgjojmë, e ta shijojmë, e ta duar trokasim këngën tuaj të përbashkët që quhet? Nëna me bia. Nëna me bia. E të drije dëruar, Nuara, djaka, skena për juve. Në mjavdon dorë trokitjet e botës. Dhe kur do që të keni për promovuar Odeoni sheshi juaj? Faleminderit shumë, faleminderit do më thonë për pritjen, për ftesën, edhe faleminderit që jeni një emision që gjithmonë i ekspozoni edhe jep një mundësi altezve të rinja. Që profesoresh bët pas në pas baldëzg me pas ditë dhe ma heret e këshim bo, po si rastësisht si më tuk diçka shumë. Skena për juve.
Ishte kjo tëra. Jani mirë, ndroni bukur zonë në pache. Shihemi javën tjetër. Natën e mirë.